Përvojën tënde, Anila, pra mbi 25 vite përvojë në disa vende dhe kultura, realisht sa ka ndikuar ky profil multikulturor në çështjen tuaj ndaj teknologjisë dhe menaxhimit? Nuk e di nëse dëgjova mirë pyetjen, është cila është influenca që ka patur kjo përvojë në disa vende? Po, pikërisht. Për mua ka qenë pasuri e madhe, sepse përveç fakti që më është dhënë mundësia të punoj në kompani të mëdha dhe sidomos lidera në vendet ku kanë qenë, do të thonë kompani telekomi dhe zhvillimit teknologjie, me mundësira dhe hapësira shumë të mira, qoftë të zhvillimit profesional, qoftë të ekspozimit të mënyrës të drejtimit dhe menaxhimit. Edhe përveç mundësive dhe të tjera të jetesës në disa vende, do të thënë që nuk është se do të kisha menduar që do të kisha këto lloj mundësive. Unë fillova rrugtimin tim në Norvegji, ku shkruajta për studime. Pastaj më dha mundësia të punoj në Telekomi Norvegjez, në një hapësirë pune dhe edukat pune, do të thoja, shumë interesante dhe rrallë e gjendë, në vendet e tjera, përveç në vendet skandinave, edhe që më dha në hoftë të mirë, sepse ishte tamam ajo katapulti i zhvillimit profesional. Më pas kam pas mundësinë e punës në Kaliforni, tek ajo kompani telekomi, Ericsson. Atje kisha përgjegjësinë e shef, domethënë drejtuese së 2-3 produkteve që janë të lidhura me networkun. Ishte një përvojë shumë e mirë dhe shumë interesante, dhe pse ishte shumë teknike. Në fundin e viteve, domethënë në fund të vitit 2003, vendosëm me bashkëshortjet i ktheheshim Europës dhe vendosëm vetë që të vendoseshim në Francë. Dhe në Francë kam pasur që prej 2004-s hapësirën për të punuar në projekte, në programe shumë interesante, me mundësi, domethënë, eksperiencë internacionale si në Kipro, në Zvicër 3 vjet, gjithmonë me kompani lidera në zhvillimin e teknologjisë dhe transformimin digjital. Sot aktualisht punoj tek kompania Orange dhe jam drejtuese, më thënë, e programeve dhe kontratave të lidhura me ekzekutimit kontratave të lidhur me klientët. Në kam një portofolio nga klientësh. Po, Anila, po dëgjojmë. Jo. Dhe desha të pyes për këto, sepse i përmendet ti, pra, nga Shqipëria, te Norvegjia, Franca, tek SBA, pra, kultura të ndryshme, por sigurisht edhe shtete goxha të zhvilluara. Dhe cilat kanë qenë sfidat dhe leksionet më të mëdha që ke marrë gjatë këtij rrugtimi? Sfidat janë gjithmonë të lidhura me së pari me gjuhën, sepse sa do mirë ta flasim gjuhën, pra nuk është gjuha jonë anëtare. Me kulturën dhe mënyrën se thosh ne vi me një bagazh kulturor, që është një mix bagazh kulturor profesional, por edhe bagazh personal, pra kulturës nga vim. Dhe në marrëdhënie se tush karriere këto ndërturen bashkë dhe në komunikim mënyrën se si ndërtohet. Dhe nga vendi në vend ka ndryshime këtë lloj mënyre domethënë kulturore. Kultura anglosaksone apo skandinave janë më të drejtë për drejtë, shohin gjërat me pozitivitet edhe me ecje përpara. Kultura latine, mediterane është më subtile, duhet të kesh një larkim ndryshe të komunikimit. Sfidat të tjera pastaj është her pas here ndjehesh se ti fillon duke sigurisht fillon jetën përsëri nga zero, ti adaptohet edhe vendeve ku ne shkojmë. Nga ana